Përplas me kamionin kush është shqiptari që humbi jetën në Itali. Është zbardhur identiteti I shqiptarit që humbi jetën në një aksident të rënd rrugor në Itali 4 ditë më parë. Viktima është Leonard Fiora, 32 vjeç, banues në Marzabotto. Ngjarja ndodhi në autostradën Poretana në zonën e Bolonjës, ku automjeti tip Volkswagen që drejtohej nga shqiptari u përplas frontal me një kamion plerash. Pas përplasjes, makina mori flak duke bërë ndërhyrje në shpëtimit tepër të vështirë. Pavarësisht mbërritjes së shpejtë të zjarfikësve, ambulancës dhe policisë, 32 vjeçari nuk mundi të shpëtonte. Identifikimi I tij u krye me vonesë për shkak të dëmeve të mëdha që psoi automjeti dhe djegjes së dokumentave personale. Sipas hetimeve paraprake dyshohet se shkak I aksidentit mund të ketë qenë moti I keq dhe prania e akullit në rrugë. Policia bën me dije se makina e shqiptarit ka dalë nga korsia e saj dhe ka kaluar në krahun e kundërt ku është përplasur me kamionin përpara se të godiste barierat anësore. Autoritetet po shqyrtojnë edhe mundësinë e një manovre të gabuar parakalimi apo humbje kontrollit të mjetit. Drejtuesi 61 vjeçar I kamionit nuk pësoi lëndime serioze, por u trajtua në vendngjarje për gjendje shoku.